Në këto 6 muaj, përpjekjet për ndërtimin e një shumice qeverisëse nuk dhanë rezultat. Përkundër tentimeve tona të disa hershme e shtërrues. Asnjëra nga partitë parlamentare, të cilave u bëm ftesë, nuk ka pranuar të hyjë në marrëveshje për bashkëqeverisje, megjithse vota e qytetarit kësaj radhe kishte përcaktuar që duhej të kishte një koalicion qeveris. Po të pranohej oferta jonë për bashkëpunim, sot do të kishim mundësinë të jepnim vendit edhe qeverinë e re të koalicionit, por do të kishim edhe numrat e nevojshëm për të tejkaluar sfidën e zgjedhjes së presidentit, sfidë kjo e cila na pret pas 4 muajsh. Sidoqoftë, si pasojë e mosgatishmërisë nga partitë tjera parlamentare që të marrin përgjegjësinë që u ka deleguar qytetari me votë, sot ndodhemi përpara një situate ku qeveria e re propozohet për votim jo si produkt i një koalicioni politik, por si një akt i shërbimit ndaj vendit. Ky votim sot nuk është thjesht formalitet politik, por përgjegjësi shtetërore. Pa votimin e qeverisë së re, Republika rrezikon të shkojë në zgjedhje të reja, pa shumë institucione funksionale dhe pa buxhet të miratuar për vitin e ardhshëm. Kjo do të nënkuptonte rrezikim të pagave për shërbyesit publik, pensioneve, shtesave për fëmijë, asistencës sociale, furnizimit me barna, funksionimin e organeve të rendit dhe të sigurisë. Ftoj secilin deputet kuvendit që sot kur qeveria të hidhet në votim, të votoj jo thjesht për interes partijak, por për interesin publik e shtetëror që të japim vendit qeverinë e re të prodhuar nga rezultati zgjedhor i nënshkurtit dhe të mundsojmë institucioneve vijimësi duke votuar buxhetin e vitit të ardhshëm. 5 vendimet e para që do t'i marrim si qeveri që në javën e parë do të jenë: miratimi i projekt ligjit buxhetit për vitin 2026, vendimi për caktimin e pensionit minimal në vlerë prej 150 euro që prek rreth 200.000 pensionist, vendimi për rritjen e shtesave për fëmijë me 50% mbi nivelin aktual që prek rreth 400.000 fëmijë, vendimi për rritjen e pagës minimale në 500 euro që prek në pjesë të madhe të punëtorëve në sektorin privat, gjithashtu prek edhe të rinj që janë angazhuar përmes platformës Superpuna, si dhe gratë lehona të cilat përfitojnë nga shtesat, dhe miratimi i ndryshimit të plotësimit të ligjit që mundson heqjen e kufizimit të punësimit në sektorin privat për veteranët e ushtrisë shqiptare të Kosovës që janë përfitues të benefitit të veteranit. Janë edhe një sër marrëveshjesh ndërkombëtare që janë pritje, përfshirë edhe planin e rritjes të Bashkimit Evropian. Është në dorën tuaj të nderuar deputet që të na mundsoni që të vazhdojmë punët e mira për vendin. Normalisht që për gjitha veprimet, punë dhe arritjet e qeverisë edhe mund të kemi mospajtime. Por kjo është vlera e demokracisë. Demokracia ka zëra të ndryshëm, ide të shumta dhe debate të forta. Kjo nuk është dobësi, kjo është fuqi.